Ky është momenti dramatik kur një tuf orkash, balena vrasëse, rrethon një jat dhe i thyen timonin, ndërsa marinarët thonë se ato shkatërruan gjithçka. Pamjet rënqethëse tregojnë disa penë të errta që shfaqen në ujë dhe drejtohen me shpejtësi drejt jahtit, pranë brigjeve të Gibraltarit. Aventurierët kishin kaluar 4 javët e fundit duke lundruar nga Bahamas drejt Spanjës, kur u sulmuan nga orkat. Balenat bardhezi ndoqën jatin dhe dëmtuan sistemin e drejtimit, duke bërë që mjeti lundrues të dilte jashtë kontrollit. Pamjet ronditëse të filmuara nga personat që ndodheshin në bord tregojnë të paktën 3 orka gjigande që notonin pak nën sipërfaqen e ujit. Më pas, pamjet në ujore tregojnë orkët duke kafshuar timonin e jatit, ndërsa marinarët humbin kontrollin mbi drejtimin e mjetit lundrues. Përballja rënqethëse ka zgjatur rreth 3 orë, duke lënë copat e jatit të shpërndara në ujë. Ata shkatëruan gjithçka, nuk kemi më timon, tha Jock Sommer, një parashutist norvegjez që ndodhej në bord. Tani po rrotullohemi 360 gradë, po kalojmë shumë bukur, shtoi ai me ironi, ndërsa jati lëkundej në mënyrë të rrezikshme mes orkave. Në video dëgjohet edhe një grua që thërret, o zot, janë gjigante, ndërsa orkët bardhezi zhyteshin dhe dilnin vazhdimisht nga uji rreth jatit.